Një idealizëm i jashtëzakonshëm nuk përditë në... Ç'o ndodh? Po këta njerëz ishim ne. Po këta njerëz jemi tani. Pse kemi ndryshuar kaq shumë? Nuk e di. A mund ta ndërpres pak të lati? Shiko. Pjesa më e madhe e njerëzve mendoj unë janë idealistë ashtu siç thotë Lati, dhe siç tha edhe një shkodran që kishte gjetë 5.000-6.000 euro një turisti dhe i dërzojnë deg. Po tha pse dërzova? I dërzova tha se lekët e huaja tha janë haram për mua. Pra dhe ne atë kemi, unë kom pas gjithë jetën time, po dhe të Lati, po dhe shumë të tjerë, që mallin e tjetrit mos e bëj prontaten. Edhe ky është haram, kështu themi ne, se ne besojmë që është haram, nuk futet ajo, është për gjithë. Edhe këtë idealizëm... Unë dhe kënaqësi të jashtëzakonshme kur merrja lekët, dhe në funin e 97-s, ti të arrijet mbi 18.000, 20.000 ton prodhim ferrokromit. Me ato punëtor që ishin dhe përpara. Ishte jashtëzakonshme, ishte një... Nuk mund të imagjinohet sot. Jo, nuk imagjinohet sot. Prandaj pyes, çfarë ndodhi që ne ndryshuam?